të gjakut, drues dhe marrës. Këtu kemi pajisje e cila në qendër ka grupin e gjakut 0 dhe butonat e tjerë nëse ne i ndesim me grupet e tjera të gjakut, të cilat lidhen me grupin 0. Burimet e rinjoveshme janë të tilla për shkak të atmosferës për të rrjedhë në natyrë dhe ndihmojnë në zvogëlimin e ndotjes së mjedisit. Do të kemi paraqitur një qytet ekologjik me hapësira të gjerpërta, ndërtesa dhe një autostradë në të cilën kemi paraqitur makina që punojnë me energji elektrike. Në pamundësi për të përdorur një panel diellor për shkak se ajo nevojitet një energji diellore, e kemi zvendosur atë me bateri dhe një qark elektrik. Kështu dhe kemi vendosur që nuk janë të projekt në vetëm përsa më të parë. Përimi konceptualar, arsyeja për të zgjedhur më tepër ishte që të mati pulsin në kohë reale, për shkak se ndihmon domethënë njohjen e shëndetit tonë, dhe gjithashtu për të zgjedhur aktivitetet fizike që ne do të bëjmë gjatë ditës. Kemi bërë ndërtuar një tre lëndë, që është biologjia, fizika dhe tiku. Tikun e kemi përdorur për ndërtimin e qarkut, gjithashtu edhe për programimin, ndërsa fizikën e bëm për ndërtimin për lidhjen e aparaturave me njëra tjetrën, dhe gjithashtu ndërtimin e një qelësi që bën hapjen dhe ndjenjën e qarkut. Fillimisht për krijimin e sistemit kemi marrë të gjitha pjesët së bashku dhe më pas kemi lidhur qarqet me njëra tjetrën. Fillimisht kemi lidhur sensorin me Arduino dhe më pas ekranin dhe kemi programuar Arduino që të marrë sinjalet e sensorit dhe të bëjë display në ekran. Dëshirojmë të përgjegjësosh njerëzit rreth në partitë skolare dhe të tregojmë rolin e teknologjisë sa në përdorjet në mënyrë të mirë se si mund të ndikojë pozitivisht në jetën dhe shëndetin e njerëzit. Një shembull që mund të tregoj tani për sensorin, nëse mund ta prekim me gisht, atëherë ai do na tregojë që do të nxjerrë rrajet e zemrës. Mua tani më nxjerrë 74 rraje. Ajo, pasura e inteligjente që ne kemi krijuar në kuadër të Festivalit të Shkencave në Ministrinë e Arsimit, ajo është një pasyrë e cila ndërton informatikën, STEM-in dhe fushat të tjera si fushat sociale, pasi ajo jo vetëm që na tregon orë, na tregon se si ne dukemi, por ajo asaj ne bëjmë çfarë do të bëjmë dhe ajo na përgjigjet. Ajo na vjen asistent për dishpërinë tonë. Pra, ajo është një pasyrë inteligjente. Niseni ditën për të dikur e suksesit tuaj. Ideja e aerës lindi një ditë kur ne komentonim sa kohë shpenzojmë para pasyrës dhe ne mesatarisht shpenzojmë 30 minuta para pasyrës. 70% e kësaj kohe do gjatë kaosit të mëngjesit. Dhe këtu lind ideja që pse duhet të krijojmë një pasyrë inteligjente, që ta kthejmë kaosin tonë të mëngjesit ose gjatë ditës, ta kthejmë një rutinë të shëndetshme. Edhe ideja është në lidhje, edhe jemi vetë vjen nga bashkimi inicialeve të emrave të pjesëtarëve të grupit. Çfarë është pasqyra jonë? Aera është një pasqyrë inteligjente e pajisur me ekran reflektues, kamerë, sensor dhe sistem inteligent që ndihmon përdoruesit për rutinën e tyre ditore. Ajo ofron personalizim për çdo përdorues, rutinë të zakonshme, kujtesë inteligjente, informacione të përditshme ditore dhe asistencë për persona në nevojë. Më shumë se teknologjia, Aera është partneri juaj i përgjithshëm në rrugëtimin drejt jetës së balancuar dhe të disiplinuar. Pse duhet të zgjedhur Aera? Aera transformon kohën pasike para pasyrës në një proces produktiv për organizimin e ditës suaj. Ajo shëron nga varësia e telefonave në mëngjes, duke shfaqur detyrat dhe planet që kemi për gjatë gjithë ditës. Ne shohim në xhamin e pasyrës, jo vetëm veten tonë, por edhe organizimin e ditës që ne kemi bërë më përpara. Sensorët inteligjente na ndihmojnë që mos i shfaqemi në rutinës, por ne të mësojmë të jetojmë me atë. Reja e kësaj pasqyre është që ajo me anë të sensorëve mëson se si ne veprojmë dhe na optimizon stilin tonë të jetesës. Gjithashtu është shumë e përdorshme edhe nga persona me aftësi ndryshe, pasi ajo na ndihmon të strukturojmë ditën në mënyrë inteligjente. Por një pyetje mbetet se si funksionon Aera. Aera funksionon përmjet një veprimi natyral. Në kreator automatikisht dhe veprime që bëjnë përdoruesit. Për shembull, përmes sensorëve, Aera mund të hapë për të shkuar një fytyrë, pasi që pajisur me librarit të ndryshme të cilat funksionojnë për njëjën e fytyrës së çdo përdoruesi. Në përmes sensorit saj ajo pranjohet dhe mëson çdo ditë rreth rutinës së përditshme. Kështu duke krijuar sugjerime të ndryshme për ta bërë ato më të thjeshtë dhe më efikase. Një problem të kryesor me të privatësia të dhënave. Duke qenë se Aera nuk funksionon përmjet një serveri, vazhdohet në mënyrë lokale të datë që në sigurt në çdo moment.
Kështu ajera në siguron dhe një stil jetë të shëndetshëm të sigurt. Pjesët që kemi të bërë në para herë në Raspberry Pi pjesa, i cili procesori kryesor për të marrë informacionin në gjithë raportin, sensori PIR ose ndryshe sensori lëvizjes, i cili detekton çdo lloj lëvizje që mund të ndodhë para pasqyrës. Micro SD 128 GB është memoria që ne na është dëshur për ta ndërtuar pasqyrë, sensori temperaturës, i cili ka temperaturën e ambientit që na shfaqet në ekran. Sensori dritës është sensori që na ndihmon ajera sipas pasqyrë të shikojë lëvizje edhe në errësirë gjatë natës. Fish HDMI lidh Raspberry Pi me ekranin 7 inch për të shfaqur çdo informacion. Tela lidhës lidhin Raspberry me çdo sensor tjetër dhe ekrani 7 inch është vetëm pasqyrë. Kjo është një video nga një ekspert i fushës që është profesori Miko, që është i njohur me projektin. Analizoj para me